Investimi realizuar disa vite më parë në rrugën e plazhit të vjetër në Vlorë në lagjen 1 Maj duket se sot po përballet me probleme të amortizimit. Pavarësisht vlerës së konsiderueshme të fondit të shpenzuar për rikonstruksionin dhe riabilitimin e kësaj rruge, aktualisht ajo paraqet çarje dhe dëmtime të dukshme në disa segmente, kryesisht në korsinë e biçikletave dhe në atë të këmbësorëve. Problematika është përsëritur në kohë ndërsa askush nuk ka marrë përgjegjësi dhe masa. Televizioni 6+1 Vlora ka trajtuar këtë shqetësim edhe më herët, duke i bërë thirrje autoriteteve të kenë ndërhyrje. Megjithatë, deri më sot asnjë masë konkrete nuk është marrë, ndërsa dëmtimet duket se po thellohen nga dita në ditë, duke rrezikuar edhe sigurinë e qytetarëve që lëvizin çdo ditë në këtë aks. Këto probleme dëshmojnë mungesën e kontrolleve cilësore nga ana e supervizorëve të bashkisë, si gjatë ashtu edhe pas përfundimit të punimeve. Rruga nuk duhet ishte marrë në dorëzim pa u siguruar në standardet e punimeve, të cilat në fakt duket se nuk janë respektuar siç duhet. Çedimet në infrastrukturë janë kthyer në burim të mundshëm edhe për aksidente për qytetarët apo edhe për ata të cilët përdorin biçikletat, si dhe për turistët e huaj që nuk e njohin shumë mirë zonën. Për këtë kërkohet reagim nga institucionet përgjegjëse për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës dhe për të garantuar në radhë të parë sigurinë e jetës së qytetarëve.